Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm pasi Irani ka ndërmarrë një valë të re sulmesh me raketa dhe drone në rajonin e Gjirit, përfshirë objektiva detare në ngushtisën e Ormuzit, një nga rrugët më strategjike të tregtisë globale të energjisë. Në këtë klim të ndezur, figura e linjës së ashpër brenda Teheran ka lëshuar deklarata të forta kundër perëndimit. Një prej tyre, Hossein Sharit Madari, i njohur për shëndrimet e tij ekstreme, ka deklaruar se Irani mund të godasë Europën, duke i cilësuar këtë si veprim të ligjshëm ushtarak nëse vendet europiane vendosin bazat e tyre në dispozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, baza ushtarake europiane do të konsiderohet objektiva legjitime, ndërsa ka shtuar se Europa ka kapacitete të kufizuara për të mbrojtur ndaj sulmeve të tilla. Deklarata e tij ka rritur shqetësimet në një zgjerim të mundshëm të konfliktit përtej lindjes së mesme, ndërsa kryetari i parlamentit iranian Muhammad Bagher Ghalibaf ka paralajmëruar si një ekuilibër i ri në ngushtisën e Ormuzit, duke theksuar se situata aktuale është e papranueshme për SBA dhe aleatët e saj. Ai ka deklaruar se siguria e transportit detar dhe rrjedhës së energjisë është tashmë e rrezikuar, por sipas tij Irani ende nuk ka filluar plotësisht përgjigjen e tij. Ghalibaf ka shtuar se pasojat për kundërshtarët e Iranit do të kufizohen së shpejti, duke sinjalizuar një fazë të re për shkallëzimin e konfliktit. Situata mbetet jashtëzakonisht e tensionuar me rrezik të lartë për zgjerime rajonale dhe ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet globale të energjisë dhe sigurinë ndërkombëtare.